Moratoriumi I gjuetisë ka qenë famkeqe sepse nuk ka dhënë asnjë rezultat, kështu shprehen gjuetarët e Vojdesit. Ato theksojnë se gjuetia I ka penalizuar, sepse në vend që të shtoheshin shpendet, u shtuan kafshë tegra, duke bërë një dëm shumë të madh. Gjuetarët shtojnë se ka pasur denoncime nga shoqata për gjuetinë e paligjshme. Moratoriumi ka qenë për ne, ka qenë jo për ne, por për të gjithë, kush e kupton, është ka një moratorium famkeq, mund ta quajmë famkeq, sepse nuk ka dhënë asnjë rezultat. Kanë gjuetur ata që kanë pasur fi rrevollacion ditën, natën, që nuk lejohet absolutisht. Dhe gjëtarët e mëshëm se që janë këto zotni këto, kanë najt, kanë base here, si thojmë na. Dhe shpresojmë të se edhe moratoriumi marrë, shpresojmë me fjalë që gjanat të shkojnë në vendin e vet. Për mua si gjyqtar I vjetë, këta janë vite torture, faktikisht 70 vitet e fundit, sepse ti je gjyqtar, nuk është forte kallajt, se jo gjithkush mund të bëhet gjyqtar, mund të bëhet gjithkush vrasës, si shpendve, I kafshëve, po gjyqtar është pak fjalë më e madhe. Këto 10 vite unë për veti nuk kam gjujt, që me thonë se jam marrë ma shumë merë me rritjen e shpendve, ty në resateve, shpendet plagosën, I marrë I rehabilitoje, I bajt gatshëm për milshu, por që gjyqtia na ka penalizu, se jo vetëm që nuk ka shtu gjë, po shtu në vend të më shtu shpend edhe gjahu, u shtu në kafshë e egra, dhelna, çakalli, shqarri, sidomos që zhduk, veste, zaqte, ka bën dëm shumë të madh. Në asnjëherë si gjyqtar I vjetë nuk I kena vrarë, as dhelna as çakaj. Po prania në gjyqti, në përfusha me zagar, I ka bën që ata të largohen për zonën e gjyqtisë. Tash ata po ne morrin pulat edhe nëpër shtëpi, ose kur merret kush me ta, domethënë morrin ata fuqinë në dorë. Denoncime ka pasur nga shoqata se gjyqtia e paligjshme më shumë ka qenë natën me elektrike jashtë sezonit, se të gjuhësh jashtë sezonit është çfarosje e plot, të gjuhësh me dritë është çfarosje e plot. Nuk ka gjyqti, se gjyqtia është sport, gjuhet për çef. Kur fillosh me gjuhit natën, ne fillon atëherë për lëvërdi. Do të thosh se gjyqtia bëhet lëvërdi ose biznes, domethënë është zhdukje. Deri tani puna se janë vrënë mos, sidomos flonza e malit, ka qenë një problem shumë I madh se shumë grupe gjyqtarësh kanë pas bërë rivalitete mes njëri tjetrit. Shpresojmë të rivalitete t'i kthejnë rivalitet kush e shton më shumë tani, sidomos shpend autoktone dhe kafshët autoktone. Shpresojmë se do të marrin për mirë kjo punë. Do lëshojmë prap një sero tjetër, mas disa muajve, po prap në këtë zonë, se e kena bërë mujtën në këtë zonë, me kanë zonë e kuqe, si mas gjuhet hiç rrepsisht gjyqtia, edhe shpresojmë se do ta ashtu. Për të rritur numrin e shpendëve të zhdukur nga gjuetia e paligjshme, shoqata e gjyqtarëve në Vojdes holli 100 krejë rasat për fllancë fushë për shumimin e saj.